me çdo kusht. Por ama me çdo kusht, ai ajeti që përmendëm pak më lart, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum, kur ju do të rini larg gjunave të mëdha, ne do t'ju falim gjunahet e vogla. Ky duhet të jetë një ajet i shkruar me të arta dhe duhet të jetë vath në vesh për ne që të jemi të bindur që kurse si mos të çojmë në mendjen tonë të bëjmë një gjuna të madh, Allahu na fal. Sepse ky ajet na jep shpresën që vetëm ti duke qëndruar me vullnetin tënd të lirë, i qëndruar stoik dhe i fort përballë gjunaut të madh që e ke mundësinë ta bësh, që sot gjunahet të mëdha janë shumë të lehta për t'u arritur, nuk do mundim fare. Dhe ti qëndron i bindur që nuk do të bëj gjuna të madh për të kënaqur Allahun xhaleshanuhu, atëherë dije që Allahu ka për të falur automatikisht të gjitha gjunahet e vogla. Dhe thënë ndryshe, nëse do të marrim shembullin e akrepave të orës, çdo sekondë dhe minutë që ti gjithmonë e kalon në mendje që unë nuk do të bëj gjuna të madh, sepse nuk dua ta idhëroj Zotin tim, po aq sa ecin sekondat e orës, aq Allahu xhaleshanuhu ka për të falur ty gjunahet e vogla. Sepse këtu kanë thënë fjala kefare, pra mbulimi i gjunahet e vogla, nuk është normalisht falje totale e gjunave të vogla, po është mbulim, fshehje, nuk e për të marrë në llogari për gjunahet e vogla. Dhe kanë thënë, nëse do të ruhesh nga gjunahet e mëdha, Allahu nuk ka për të marrë në llogari për gjunahet e vogla, por po bëre gjunahet e madh, do të marrin llogari edhe për gjunahet e vogla.